3 gjëra e përcjellin të vdekurin. Enes ibn Malik, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcjell se i dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: të vdekurin e përcjellin 3 gjëra: familja e tij, pasuria e tij dhe veprat e tij. 2 kthehen, kurse 1 mbetet me të. Kthehet familja dhe pasuria e tij, kurse me të mbesin veprat e tij. Nga hadithin nënkuptojmë se i biri i Ademit në dynja patjetër të ketë familje që e shoqëron dhe me të jeton, dhe të posedon pasuri me të cilën mbi jeton. Këta 2 shoqërues të tij do të vi dita kur do të ndahen nga ai dhe ai do të ndahet nga ata. I lumtur dhe i mençur është ai që e merr familjen dhe pasurinë si mjet që e ndihmojnë për të arritur kënaqësinë e Allahut dhe përmendjen e tij. Nga pasuria e tij e merr atë që është e nevojshme për dynjan dhe ahiretin e tij, dhe e marton një grua të ndershme që i ndihmon në besimin dhe fenë e tij. Kurse atë që familja dhe pasuria e tij bien shkak për ta larguar nga përmendja e Allahut dhe feja e tij, ai është i humbur në dynja dhe ahiret. Allahu thotë: o besimtar, mos lejoni që pasuria dhe fëmijët tuaj t'ju largojnë nga të përmendurit e Allahut. Ata që e bëjnë këtë do të humbin. Surja Munafikun 9. As pasuria juaj, as fëmijët tuaj nuk do t'ju afrojnë më shumë te ne, por vetëm ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira e meritojnë këtë. Surja Sebe 37. I dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, thotë: o i biri i Ademit, jeto sa të duash, se ti do të vdesësh, dhe duaje kënd të duash, se do të ndahesh nga ai, dhe vepro çfarë të duash, se do t'i takosh veprat e tua, dhe bën çfarë të duash. Si vepron ashtu, do të veprohet me ty. Kur i biri i Ademit ndëron jetë dhe transferohet nga kjo botë në botën tjetër, familja dhe pasuria e tij nuk i bëjnë fare dobi, përveç se me lutje dhe me istikfar, dhe i bën dobi ajo që e ka dhënë nga pasuria si lëmosh, apo e jep familja si lëmosh për të pas vdekjes së tij. Allahu i madhëruar thotë: në ditën kur askujt nuk do t'i bëj dobi, as pasuria, as fëmijët, përveç atij që vjen me zemër të pastër tek Allahu. Surja Shuara 88-89. Allahu do të thotë: tashmë na vini veç e veç, ashtu siç ju krijuam herën e parë, duke lënë pas vetes ato që ju patëm dhuruar. Surja Nam 94. Pra njeriu do të ringjallet i vetëm, pa familjen dhe pasurinë e tij. Do të ringjallet i këmbëzbathur, i pabërë synet, lakuriq, në një ditë ku gjatësia e saj është 50.000 vite, në këmbë, duke pritur për të dhënë llogari, derisa të vendoset për të në xhenet apo në xhehenem. Atë ditë do t'i bën dobi vetëm se zemra e tij e pastër, e cila e ka adhuruar vetëm se Allahun dhe e ka pasuar pejgamberin e tij, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të. Zemër e cila nuk i ka bërë shirk Allahut, zemër e cila nuk e ka miqësuar askënd përveç Allahut, zemër e cila i ka besuar asaj me çfarë ka ardhur Muhamedi, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, dhe e ka pasuar traditën e tij, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të. Zemër e cila i ka rënë në sejdë Allahut dhe e ka dhënë pasurinë në rrugën e tij e të tjerë. Kurse ata që pretendojnë se zemrat e tyre i kanë të bardha dhe në fakt ata as në sejdë nuk i bien Allahut dhe ngren zërin se janë më të mirë se sa ata që janë të kapur për fenë e Allahut, në fakt ata nuk mundën të krahasohen me besimtarët dhe flasin se të bësh mirë dhe të jesh zemër mirë, pa mos e praktikuar fenë e Allahut, duke respektuar ligjet dhe urdhëresat e tij dhe duke u larguar nga ajo që e ndaloi ai, hyn në xhenet. Ata në fakt zemrat i kanë të zeza si katrami, dhe ata janë në një humbje të thellë dhe shejtani tallet fort me ta. Nganjëherë ka mundësi që familja të mos jetë e dobishme për të vdekurin, po të jenë shokët e tij. E ceki një njeri i ndershëm dhe tha: s'ka më mirë se shoku i ndershëm. Familja jote janë të preokupuar me ndarjen e trashëgimisë tënde, kurse ai është vetmuar nga pikëllimi dhe malli për ty dhe lutet për ty duke qenë ti në tokë. Nga familja ka që janë edhe armiq, ashtu siç e cek edhe Allahu. O besimtar, në të vërtetë, ju keni armiq në radhët e grave tuaja dhe të fëmijëve tuaj, andaj ruajuni prej tyre. Surja Tegabun 14. Qëllimi i armiqësisë në ajet është se familja dhe dashuria ndaj tyre ka mundësi të bien shkak e të largohesh nga feja e Allahut dhe ta humbësh dynjan dhe ahiretin, dhe ata të jenë argument kundër teje e jo për ty në dynja dhe ahiret. Familja pra është një nga 3 shoqëruesit, e cila shkon me shokun e vet deri te varri dhe kthehet prap dhe shokun e lën të vetëm. Kurse shoqëruesi i dytë, pasuria, e përcjell shokun e vet deri tek varri dhe nuk hyn me të,
por kthehet prapë dhe e lë shokun vetëm. Kurse atë që njeriu e lë nga pasuria pas tij, ajo i mbetet trashëgimtar dhe jo atij, dhe ajo në fakt ka qenë e deponuar dhe ruajtur për trashëgimtarët e jo për të. I dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, thot: I biri i Ademit thot: pasuria ime, pasuria ime. Tha, o biri i Ademit, çfarë të ka ngelur nga pasuria jote përveç se asaj që ke ngrënë dhe ka mbaruar, apo që e ke veshur dhe është vjetërsuar, apo e ke shpenzuar dhe që ka kaluar? Njeriu pra nuk përfiton nga pasuria përveç se atë që e ka dhënë si lëmosh për veten dhe e ka shpenzuar në rrugt të Allahut. Kurse atë që e ka shpenzuar në haram dhe gjunahe, ajo do të jetë argument kundër tij, si ai që e ka shpenzuar në alkool apo në muzikë, apo në bixhoz, apo në imoralitet, apo ka ndihmuar të përhapet e liga në shoqëri dhe të përhapet kufri, apo të sulmohet Islami dhe muslimanët në mënyrë direkte apo indirekte e të tjerë. Po ashtu, ai që nuk e jep hakun e Allahut, pra zekatin, pasuria e tij do t'i shndërrohet në gjarë për helmuese do ta lidh, ashtu siç edhe e paralajmëroi dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, dhe tha: Kujt Allahu i jep pasuri dhe nuk e nxjerr zekatin e asaj pasurie, ajo do t'i shndërrohet ditën e Kiametit në gjarë për helmues me dy njova të zeza. Ja rrethon qafën ditën e Kiametit dhe ja kafshon faqet dhe i thot: Unë jam pasuria jote, unë jam thesari yt. E pastaj dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, e lexoi ajetin: Ata që bëhen kopratës me të mirat ju a ka dhënë Allahu, kurse si të mos mendojnë se kështu është më mirë për ta. Jo, kjo është më keq për ata. Ajo që kanë grumbulluar do të ngarkohet atyre në qafë ditën e Kiametit. Surja Ali Imran 180. Nëse thesarit e tij janë ar dhe argjend, ato do t'i shndërrohen në pllaka, të cilat do të fërgohen në prusht të xhehenemit dhe me to do t'i lyhen e damkosen balli, anët dhe shpina e tij, dhe kur ato do të ftohen, përsëri do të vendosen në prush dhe prapë do të dënohet në të njëjtat organe, dhe kjo në një ditë ku gjatësia e saj është 15.000 vite, derisa të llogaritet se vendbanimi i tij i përhershëm do jetë xheneti apo xhehenemi. Allahu i madhëruar thot: O besimtar, në të vërtetë shumë priftërin dhe murq përlajnë pasurinë e njerëzve pa të drejtë dhe i largojnë ata nga rruga e Allahut. Ata që grumbullojnë ar dhe argjend dhe nuk e shpenzojnë për hir të Allahut, paralajmëroj me dënim të dhemshëm. Do të vi dita kur thesaret e mbledhura do të digjen në zjarrin e xhehenemit dhe me to do të damkoset balli, anët dhe shtëpia e tyre, e do të thuhet: Kjo është ajo që keni grumbulluar për veten. Pra, shijoni atë që grumbulluat. Surja Teube 34-35. I mençur është ai që jep nga pasuria, të cilën e do fort, dhe nëpërmjet saj fiton në dynjë dhe në ahiret. Ai që e do një gjë shumë, do që ta marrë me vete, ta shoqëroj dhe të mos e lër tjetrit, e të ndjej keqardhja atë ditë kur nuk i bën dobi keqardhja dhe as pendimi. Po pyet një dietar se pse urrejnë vdekjen. Ai u përgjigj: Pasurinë tuaj e kanë vendosur para syve tuaja, dhe ju e urreni të ndaheni nga ajo. Por nëse i jep për ahiretin tënd, do të përmallohesh për ta takuar atje. I than njërit se filani ka tubuar shumë pasuri. U tha: A ka tubuar ditë për ta shpenzuar atë pasuri? I than: Jo. Tha: Atëherë, s'pas ka tubuar asgjë. Shoqëruesi i tretë i njeriu deri tek varri është vepra. Ky mik i tij do ta përcjell deri në varr, dhe në krahasim me ata dy shokët e tij të mëhershëm, ky do të hyjë me të në varr. Vepra do të jetë me të në varr, dhe vepra do të jetë shtrati i tij dhe jastëku i tij dhe mbulesa e tij, dhe drita e tij në varr. Vepra do të jetë me të kur do të ringjallet, dhe vepra do të jetë me të kur do të qëndrojë në këmbë për llogari, dhe vepra do të jetë me të në urën e siratit, dhe vepra do të jetë me të tek peshorja, dhe vepra do të jetë ajo që do t'ja përcaktojë vendbanimin e tij të përhershëm në xhenet apo në xhehenem. Allahu i madhëruar thot: Kush bën mirë, e bën për dobi të vet, e kush punon keq, punon në dëm të vet. Zoti yt nuk u bën pa drejtësi robërve të tij. Surja Fusilet 46. Ata që nuk kanë besuar do të mbajnë pasojat e mohimit, kurse ata që kanë bërë vepra të mira i kanë përgatitur vetes të mira. Surja Rum 44. Lukmani i urti i tha të birit: O biri im, çdo njeri ka nga dy shtëpi, një që është e padukshme dhe një që duket. Mos të mashtroj ajo shtëpi që e sheh dhe që jeta në të është e shkurtër, nga shtëpia që nuk shihet dhe që jeta në të është e përhershme. Disa nga të parët thanë: Puno për dynja, ajsa do të qëndrosh në të, dhe puno për ahiret, ajsa do të qëndrosh në të. Othman ibn el-As, Allahu qoftë i kënaqur nga ai, ishte në Varreza kur prezantoi në varrimin e një xhenazeje
Dhe me të, ishte një i ri nga të afërmit e tij, i cili neglizhonte disa gjëra nga feja e Allahut. Uthmani i tha: "Shikoje shtëpinë tënde." I riu e uli kokën dhe pa varrin. Dhe Uthmani i tha: "Çfarë po sheh?" U përgjigj: "E shoh një shtëpi të ngushtë, të errët, dhe në të nuk ka as ushqim dhe as pije dhe as grua. Unë para se të vija këtu e lash në shtëpi gruan dhe ushqimin dhe pijen." Uthmani i tha: "Pasha Allahun, kjo është shtëpia jote." I riu tha: "E the të vërtetën, dhe pasha Allahun, kur të kthehem në shtëpi do të vi dita kur do të transferohem prej asaj shtëpie në këtë shtëpi." Vepra pra, është shoqëruesi njeriut në varr dhe është shkaku kryesor i begatimit të tij në varr ose i dënimit të tij në varr. Përcjellet në një hadith se vepra e mirë i vjen pronarit të saj në varr në formën e një burri me rroba të bardha, fytyrë të bukur dhe parfum të mirë, i cili thotë: "Gëzohu për atë që do të shohin syt. Gëzohu për kënaqësinë e Zotit, xhenetin që ka të mirat pashtershme. Kjo është dita jote, e cila të është premtuar." I vdekuri e pyet: "Po ti kush je?" Pasi nga fytyra ngjan sikur je njeri i mirë, i përgjigjet: "Unë jam puna jote e mirë. Për Zotin, nuk të kam njohur veçse i shpejt në bindje të Zotit, i ngadalshëm për të vepruar gjunahe. Zoti të shpërbleu me të mira për këtë." Ndërsa vepra e keqe i vjen pronarit të saj në varr në formën e një burri me rroba të zeza, me erë të keqe dhe me fytyrë të shëmtuar, i cili thotë: "Të përgëzojmë diçka rënqetëse. Kjo është dita jote që të është premtuar." I vdekuri e pyet: "Po ti që paralemron të keqen, kush je?" "Fytyra jote që nga simboli të keqes." Ai i përgjigjet: "Unë jam puna jote e poshtër. Ajo që di rreth teje është se ke qenë ngadalshëm në kryerjen e detyrave ndaj Zotit dhe i shpejt për të vepruar gjunahe që zemëronin Zotin. Prandaj Zoti të shpërbleu me sherr."